Do habiteni sa i lehtë është jasi të largoni nga frigoriferi aromat e pakëndshme. Nuk është e nevojshme të ketë ndonjë ushqim të ndenjur në frigorifer për të shqetësuar nga era e tij. Disa ushqime siç janë lule lakra ose brokoli japin një erë të pakëndshme në brendësi të frigoriferit. Mënyrat për ta parandaluar këtë problem janë disa. Zgjidhja e parë është që ju të vendosni në një nga raftet e frigoriferit një filxhan të vogël me kafe, uthull ose sodë buke. Rezultate të ngjashme mund të keni edhe në qoftë se përdorni një shkop kanell ose një shkumës. Mos harroni t'i zëvendësoni në intervale të rregullta kohore, në mënyrë që të mos humbasin aftësinë e tyre për të thithur aromat e pakëndshme. Kaq e thjesht ishte e gjitha.